Dhe këto zgjedhje për mendimin tim janë referendum popullor, apo doni mi pas që të skem politike pozit ku s'ka domethënë konsenzus, nuk ka vullnet për të bashkëpunu, apo populli, inteligjenca, shteti, apo krejt strukturat shoqërore që janë ekonomike, sociale, në Kosovë me mendu për diçka tre. Nëse nuk i diçka tre, kjo vjetru dhe kjo ta ka pru konfliktin, ta ka pru konfrontimin, pa dosh me ato me përshkru, se gjendje o përshkru mjaft këto, po nuk është çështje të përshkrimi sa është situata e keqe për qytetarin. Këta qytetari është u vujt, edhe po shpresoj që janë mush pak men, ka domon vedisim të qytetarëve, dhe unë nuk pres që Ksiovi kanë me dalë shplot qytetarë në zgjedhje shumë qytetarë, madje unë mendoj që 35%, 36% nuk dalin më shumë në këto zgjedhje, janë kompromitu si skem politike, nuk ka pa kur që populli këto për ta. Për të sa asajna që u përmendet edhe përmendet në për studio televizive që këta konfrontuan njëri me tjetrin, pak neve na intereson konfrontimin në mes tyre, sa na intereson neve sa fiton qytetari, shteti. Sa fiton qytetari në kuptimin e reforma dhe sa shteti integrohet në Bashkimin Evropian. Pra në ti ke mbet këngjesin të dyjat, edhe ke pruni varfëri që po shkon tu e rrit varfërin ka ekstremja dhe nuk i në